Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për artën e regjisë, çka fshihet brapa kamerave, si shkon në gjithë procesi, si dhe për përgatitjet e festivalit të teatrove në soare dhe pikërisht për të diskutuar këtë kam regjisorin dhe organizatorin e këtij festivali, Astrid Bytyqi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur sot. Përshëndetje për juve, faleminderit për hapësirën. Faleminderit që keni gjetë kohën dhe më ardhur, sepse kjo vera ka shumë obligime dhe sidomos para përgatitjet e një festivali kërkojnë kështu punë të pandale. Pavarësisht nga kërkesa ose punë të cilat jemi duke i bë, mirë po është edhe nga ana jone me ju respektu juve për shkak që ju po na jepni hapësirën ku na me ardh me diskutu për ato çka jemi të punu. Kështu që respekt për ju. Në fakt tashmë po kujtohet edhe përcjellja e festivalit vitin e kaluar që me të vërtetë kështu ka pasur atë magjinë e vet dhe ku një energji tepër pozitive të krejt shikues. Po, fatmirësisht, vitin e kaluar ne kemi pas edicionin e 6 të Festivalit Teatrit Soarek, kështu që kemi pas një energji shumë të mirë ekipës organizative. Edhe ajo energji ta na u bartë ndoshta edhe të njerëz se mbi të gjitha e kemi pas si prioritet mikpritjen e njerëzve cilët na respektojnë, na nderojnë me prezencën e tyre. Kështu që na kemi kështu në gjak, pak ne. Po, s'po di, na jemi mundu edhe po e kemi pa që ka reflektu. Ajo energjia jon, ai mundi jon na ka shpërbly me praninë e tyre, në prezencë tyne si publik, si artdashës, mi pa organizimin cilin na e kemi bo, që realisht na kemi bo për publikun, ata na kanë shpërbly me prezencën e tyne, kështu që ne jemi nda shumë të kënaqur, e tash po presim në këtë vit me fillu me punë, na kemi fillu qysh se ka përfundu edicioni 6, na gjatë ton vitit punojmë për edicionin e 7, këtë vit, për shkak që jemi aktiv, dalim shohim shfaqjen për gjitha teatrët shqipfolse ku janë. Edhe në fund e bojmë ekipën tonë, cilën ne kemi, që punojmë bashkë dhe vendosim për cilat shfaqje do t'i kemi në festival. Aty me merret vendimi edhe pse ka njëherë mendojnë njerëz që jo ja ka vlet një shfaqje tjetër, po deri tash nuk kemi pas një komoditet tillë me vendos për shfaqjet cilat kemi dashur mi marr për shkak që na ka kufizuar hapësira se kemi pas një teatër më fillt. E tash e kemi, vitin e kaluar vetëm kemi startuar në hapësirë të re, edhe këtë vit e kemi shumë ma lehtë me përzgjedhjen e shfaqjeve, për shkak që kemi një sallë shumë të madhe, dhe është mbi 800 e diçka ulse, po vitin e kaluar ja kemi arritë që ato ulse mos me met asnjë është zbrast, fatmirësisht ki qenë ti në festival, na keni mbështetur si medium, e kështu që jemi të kënaqur me organizimin e vitit të kaluar. Pas pak do të rikthehemi tek festivali, por desha të fokusohen tek rrugtimi juaj artistik dhe të ju rikthej pak tek fëmiria, çka mbajnë mend besat më të mira dhe a ke pat ndoshta disa momente kështu që e shat artin, pra atë frymëzimin që e ke pas dhe si disa momente që e kanë trasur rrugën me vazhdu tek ëndra për të qenë regjisor. Po si çdo fëmijë tjetër, dhe unë kam qenë një fëmijë, thotë sipas fjalëve të nonës që ke qenë një fëmijë shumë i qetë. Edhe thotë lojnat që i ke marrë ti, s'ka pas drejt kërkushi me t'i prek. Sepse ti i ke marrë, ki kriju një hapësirë tonën edhe ki bo sanet e tua, lojnat e tua. Kështu që ëndrat si fëmijë janë si çdo fëmijë tjetër. Njëherë kam dashur më bë futbollist. Edhe kam shku, jem regjistru në ekip të futbollit. Mirë po kom pas probleme me jeshna, i kisha shumë të butë. Dhe çdo herë pas stërvitjev, kur visha në shtëpi, o më dhim ke dora, o koma, o diçka, të e kuptova që duna me lonat sport, për shkak që më bojke në domë shnet. E kështu që të na regjistrova shkollën e mesme, në gjimnaz, edhe ato ëndrat dhe dëshirat prindve, unë e prindin e kum pas profesor të biologjisë, ka thonë mësim klasor, gjithmonë jem rrit me atë frymën e ty po babin se qa po bon, qa po vepron, edhe më shkoj ke menja edhe unë me marrë rrugtimin e ti, mi për një farë hamendësimi se ka. Tana fillova me punu me disa organizatat huja pas luftës,
edhe organizojsha në Suarek me një organizatë jo qeveritare kurse për nanat edhe për vajzat që si kishin prindit që i kanë vrarë gjatë luftës. Bëjshëm kurse të rroba qepësisë, kështu ja blishëm domaçina për me kepe, hapëm një farë mbështetje për gratë të cilat nuk kishin shtyllën kryesore burrin në shtëpi. E prej aty me OSB-n të punu me një projekt, ai po ma bon, tha, po dojna mi u financu juve organizatën një projekt t'ju personalisht çka po doni ju me bo. Edhe na vendosëm me kriju një grup teatrit në Suarek. Realisht ai grup ka funksionu edhe ma herët, mirë por na dojshëm me shtim funksion. Atëherë nisa me bo një shfaqje. E këtu lindi kjo ideja që unë me marrë rrugtimin e regjisë. Aty fillova me bo një shfaqje, bonëm një grup trive, i morëm do aktor profesionist prej Zrenit, me armën pa, se qysh po funksionojnë, edhe aty lindi dëshira që unë duna me vazhdo këtë rrugtim. Ta na pata bo një pauzë, u largova prej Kosovës, shkova në Zvicër, ta na u ktheva, e vazhdova ëndrrën tem. Dhe prapje këtë kështu fuqishëm fakt tek pjesa e regjisë. Po, sepse ta na vendosëm me shku në akademi, edhe kisha frigën që nuk do të pranona, edhe nuk i pata të regu askujt që kom apliku, edhe kur dolen rezultatët që unë vetëm u pranova, atëherë ka qenë një moment që unë alar nuk muna me përshkru rrugtimin tem prej Prishtinës deri në Suarek. Për shkak që kom vozit mërësisht keq, pikëzimit, kështu që ty najt me një kolegën në Suarek, për thëmë, ajo po mi të regon disa ide të veta rrugtimin e saj, thash, ka kom andër me shku në Akademi Tartëv, fjalla e me kjo. Thash, nëse ti e donë andërën tënde, punon për to edhe realizon, edhe ajo nuk metët andër, ajo bëhet realitet. E kështu që varet sa ti e donë andërën. Po. E kështu që po më dohet që ka shku në Akademi edhe ajo u pranua. Ka merë montajët, diçka që të drejtimi. Në të vërtetë kjo tregon edhe pasionin dhe dashurin për artin që e ke në vete, sepse dhe pas pauzës që e keni vo, prap jeni rikthy dhe nuk jeni ndojët që atëherë duke u mirë me filma ndryshme, me shfaqje ndryshme. Po, ka qenë një moment që unë kam qenë atje, jashtë vendit, po nuk jem konë vetvetja. Edhe kam qenë një emision televiziv, edhe kom pas përshkru 2 momente shumë interesante që kanë ndonë një të teme që kur nuk kom mujtë me gjithë spjegime, edhe pse nështë nuk kom e ditë qka, se nuk jom largue me dhune, me sene, po kom shkue për vetën tem, me bo një jetë më të mire, mu këthyje, mirë po, janë kënë 2 momente që unë, aj momenti kur jom këthyje, për Zvicës, kur kom shtypje aeroplanit në Kosovë, edhe momenti tjetër që u kone një gjajshëm, kur kom shtupi luftës që kom dalë në Kufinë në Shqipëri. Kam qenë fëmi, mirë po janë kënë do ndjenja që unë gjithmonë më rrinë kujtesën tem si 2 momente shumë të prafërta. Për shkak që, pëse jem kënë jashtë atje, unë kom funksionu, kom punu, punë ndryshme, sa nësë kom skevë, mirë po ajo mbrenshmja, shpirtënorja, nuk ishke aty jetojsha për me punu, nuk jetojsha për me jetu. E kështu që vendosa gjithësysh më këthy, edhe mora jetën tem në dorë, vazhdova fakultetin, vazhdova ëndrrën teme, dojsha shumë me bona realitet, edhe që jëm të punu, s'po ndalëm. E përmende pjesën e luftës si fëmijë, këto janë me dërtit traumat, këto mbesë në gjithmonë ato momentet ndërsa më të këqija, ndërsa dhe detajet më të vogla kujtohen, dhe për mes artit ju edhe e keni sytë në pa, pra historinë tonë, cilë nuk bon me harru, sepse arti e mbon gjallë, pra nuk harruat historia. Po, na veç tash para 2 javë, 3, kemi përfundu një film në Suarek, është producent Brahim Basha, edhe është filmi i bazuar në ngjarje të vërtet me një aksion të ushtrisë shqiptare të Kosovës që e kanë marrë, që kanë ndodhur në komunën tonë. Ne e kemi shenu, e kemi modifikuar, e kemi përshtat, po për mi 90% e ngjarjes është e bazuar në ngjarje të vërtetë se çka ka ndodhur. U konë një rast shumë i tmerrshëm si gjithë rastet tjera që na kanë ndodhur në Kosovë, fatkeqësisht.
E kështu që e kemi realizu, edhe është në proces të montazhës edhe kur kemi pas premierën, pjavja pjesën që kam joftu, kështu që më ardhë edhe ju më konë pjesë e ati suksesit tonë që menojnë që kam e dalë një film shumë i mirë. A është vështirë me realizu kësi lloj filmash, kësi lloj shfaqjes që me të vërtetë është tema sensitive, është tema ndjeshme, të cilën do të me shumë kujdes me realizu? Po, se kjo që po thuti që duhet me pas shumë kujdes në qasje. Edhe është ajo tjetra që është një ndjesi ma ndryshe kur ti vetëm ki qenë në qatë rrugtim. Edhe unë si fëmijë e kum përjetu luftën. Po. Edhe kum kalu në për ta. Më ka ndodhë shumë ndodhin gjatë procesit që na kemi pështu, kemi dalë në Shqipëri. Kum pa njerëz të vranë para meje, edhe kum kalu atë sfidë, dhe si fëmijë mirë, po ajo mbetët gjithmonë. E tash kur dalë në realizim, për me realizu këtë gjë, unë kur nuk ngopna me mënyrën se qysh pe realizoj. Sepse për mendimin tem kur nuk mjafton mënyra ma mirë e realizimit për me qitë më pa atë se une që e kum pa dhe kum dje. Unë ndërsa e boj, mirë po kur të kthejna mrapa, prapë më duket vetja që se kum plotsu mjaftueshëm, ka edhe ma shumë dhimbshme, ka ndjesi edhe ma të madhe, ka ngjarje edhe ma të madhe. Çdo familjar fatkeqësisht në Kosovë që kanë përjetu luftën, ja marrë rrëfimet e tyre e ki ka një film. Secili e ka një rrëfim të vetin, një ngjarje të vet, ma pak të hidhur, ma shumë të hidhur, mirë po është një ngjarje që neve na ka ndodhur, fatkeqësisht e kemi përjetu, mirë po ne si artist do me pas ma shumë mbështetje, sidomos për kur e dim që po realizohen filmat për një diçka që na ka ndodhur. Është mirë që mos mu harru, edhe me lutë Zotin që kur mos mu përsërit, mirë po mu harru kur jo. Sepse historia kur harrohet kthehet. Kështu që s'është mirë me harru. Na duhet me vazhdu përpara. Mirë po kujtesën kur mos me harru ato se që na ka ndodhur, dhe çka na ka ndodhur. Po pikërisht dhe gjeneratat e reja tashmë që kanë përjetu luftën, ndërsa edhe më të reja, duhet të jenë djeni se çka ka ndodhur dhe me qenë të informuar për historinë tonë, sepse jemi popull ndoshta më i lashtë që i kanë mbjetu shumë sundimeve të ndryshme dhe ende flasim shqip, ruajmë traditën dhe kulturën tonë dhe për të duhet me qenë shumë krenar. Po kjo është ajo detyra jonë si artista, si regjisor, si aktor, si producentat, cilët jemi në këtë rrugtim, sepse gjanat që na kanë ndodhur dhe që duhet me qitë në pa, jemi në ata. E kështu që ne po luftojmë me bë punën më të mirë, edhe kemi pas një proces ko gjatë mirë të realizimit të filmit, dhe do Zoti me hecë me pa njerëz realitetin e me na shku filmi përpara. Cili ka qenë projekte artistik, cili ju ka lënë mbresa më të mira, ka qenë më interesante, apo diçka tjetër? Gjithmonë në si regjisor, po flas në këtë aspekt për veten time, si cili projekt, si cili shfaqje, sepse unë jam regjisor i teatrit. E kam kryer në Akademi të Artëve, në regji teatr. Çdo shfaqje unë e kam pa, e marr tekstin, e analizoj, edhe gjon një problem to që unë du na me zhvillu në mënyrën se çysh unë e shoh. E çdo shfaqje që unë e kam realizu i ka veçërit e veta. Mirë po unë jam shumë i dhënën nga absurdi, e duhet tekstet e absurdit më shumë, për shkak që më duket që më japin kreativitet dhe hapësirë që unë me vepru me aktorin, me lojën e tyre më shumë në skenë. E për ato pesho vetën që jam shumë më i dhënën nga absurdi. Është shfaqja e temës diplomës kur e kam bërë për master, e kam pas karrikat e UNESCO-s. Është një qift i vjetër, dytë janë, plaku është 95 vjet, kurse gruaja e tij është 90 vjet, dhe ata jetojnë me një hapësirë ku nuk e kanë kërkon. Afër vetës, dhe çdo sen që e kanë në ambientin ku jetojnë, e improvizojnë dhe flasin me ta. Tavolinën e shohin si njeri, karrikën e shohin si qendër, e kështu që unë e kam realizu në Teatrin Kombëtar të Kosovës, edhe u kanë një dëshfaqet që unë kam udhëtu, kam pas në Teatrin Kombëtar të Tiranës, e kam pas në festivalin Kukaj, ku u shpërbly shfaqja më e mirë, aktori e ka marrë aktori më i mirë i shfaqjes, mirë po tani ndodhi pandemia, ndodhen do gjëra të vështira si shoqënia dhe
ushu shfaqja pa vazhdu rrugtimin tutje. Pra pandemia ka ndiku tek çdo pjesë e artit? Po, se realisht atëherë u mbyllën, edhe teatrët u mbyllën, nuk funksionojnë, shkaku që u shpëndoka pandemia. Mirë, po konceptin cilën e kom realizu të shfaqjes, dhe e kom pas Valmir Krasniqin në shfaqje edhe Arta Lahun, kur ata sot janë edhe çift edhe janë martu edhe kanë fëmijë. Dhe kemi diskutu me ta që na këtë shfaqe me lujt deri sa do Zoti me na dhon jetë. Për shkak që personazhet janë 10, 90 vjet, e kështu që na e kum kriju si koncept me një orë, luhet, dhe numrat e orës janë karrikat, dhe ata lujnë në kohë. Gjithmonë e sjellin atë orën në kohën e kundërt. Dhe vjen momenti kur gjatë procesit shfaqjes ata vjetërohen për shkak që e modifikojnë me drita, dhe ata kthehen pleqni dhe përfundojnë shfaqjen. Kështu që kuptimi i shfaqjes e ka me rrugtu ton jetën. Dhe pjesa e kohës është diçka që ne nuk mundemi përshta dhe metafizika, e krejtë këto është diçka shumë e komplikume dhe... Po gjanë ma vlefshme e kemi kohën. Më vlefshme. Na mujna më konë edhe nesër në qëtë studio, po jo në qëtë kohë, jo në qëtë orë. Mirë, po kështu është ajo që ndohë. Kështu që unë i vlerësoj shumë njerëz edhe marrë shumë e përgjësi, kur të filloj me bo shfaqje ose organizime tilla, për shkak që ja vlerësoj njerëzve kohën, të cilët ata tjetës vetë ndajnë e vinë me pa punën tënde. Dhe jo e vlerësoni po ashtu shumë kohë në jetën personale, sepse fiks në orarin e xhirimit kemi ardhur dhe kjo kemi fillu, pra ky është një princip i cili e vazhdon në çdo sferë të jetës suaj. Po, zakonisht kohën e respektoj shumë edhe njerëzve takimet e mia kur i caktoj, jam shumë i saktë në kohë. Për shkak që nëse mundem e diskutoj me ty në ora 1 më konë këtu, unë gjithçysh kam e planifiku kohën dhe 15 ora më konë aty. Kështu që s'ka ndodhur asnjëherë që unë më vanun takimet e mia. Se e vlerësoj shumë. Cilat janë veçoritë që do t'i ketë një regjisor, cilat përmirësohen me kohë përvoja e bën vetën, për me dalë një shfaqje teatrale, sa më mirë sepse teatri është ndoshta njëra ndër fushat e artit më sfiduese, sepse deri tek filmi dallon, mundemi me kthy, kemi pak hapësirë kështu për gabime, por tek teatri do të mundohemi të jemi sa më perfekt. Çdo punë ka vështirësitë e veta. Çdo punë i ka ato mundime të mira të këqijat e veta. Mirë, por në teatr është një diçka pakës më ndryshe që e vetmja hapësirë ku ty ta jep mundësinë me lu e me vepru në ato që ndoshta jeta nuk ta jep. Për shkak që ti ëndrat e tua ki më koni president ose një diçka, njëtë mirë po nuk mundesh me arrit, e vjen mundësia që regjisori të sheh dhe ta jep rolin e lush një president në teatr. Teatri është magji, po hype njerë në skenën e teatrit, ajo ka më të bëjë gjithmonë për veti. Edhe është ajo që po e përjetove, gjithë jetën ka më të rrugtu. Filmi është thohet ju që mundesh me kthyje me përsërit edhe njëherë, mirë po ka realizime në për hapësirat ndryshme, sepse sheshgjerimet nuk realizohen vetëm me një studie si kjo e juja, dalim në hapësirë, në për bregore, në për shi, që edhe këtë film që e realizuam fatkeqësisht ndodhi që ato ditë që kishim gjerime, kishke shi, na e vazhdojshim procesin, nuk e ndalshme. E teatri nuk ta jep këtë komoditet që me ti me mujt me realizue edhe në hapësirë të jashtme. Ka edhe teatr që realizohen në për rrugë, në për hapësira ndryshme, mirë po teatri mirëfillt është ai ambienti i mbrëmshëm, ku ti çdo sen duhesh me pas ide për me funksionalizu. Po. Që aty me bëhe ditën, që aty me bëhe natën, që aty me bëhe tavolinën. Unë jam një tip i regjisorëve që në çdo sen që e vënu në skenë, ajo ka me lëvizë. Tavolina nëse ka me vendosë, se për marrë shembull se kom qëtu për para, ajo ka me pas rota, edhe ka me hinë funksion të aktorëve. Ka me improvizu, s'ka me qenë vetëm tavolinë, ka me improvizu me bë diçka tjetër, varet se qysh e ndërtoj koncepti. Kështu që kjo është puna që na e dojmë dhe vazhdojmë me bo. Adin, a keni mendu ndonjëherë me kalu ndoshta tek aktrimi, apo si e shihni jo aktrimin si regjisor, sepse është si një koncept, e kemi në shfaqje, duket se
të gjithë po e bojnë përafërsisht të njëjtën punë për njëjtin qëllim, por secili ka punë ndryshme dhe me krahasu punën e një regjisori me një të aktorit, kemi goxha shumë dallime. Jo, unë nuk kom pas për Pra gjithmonë prapa kamerave. Po, jo, nuk e kom, ndoshta pe them këtë sens se ndoshta aktorët nuk e dojnë, po nuk kem konë ai njeri që kom dash ndoshta famën. Me qenë qendër të vëmendjes, me dash skenën, me dash jo, kom dash. Jo, përmendës se si fëmijë keni qenë shumë i qetë, pra shumë i Gjithmonë kom dash të unë idetë e mia me qitë në pa. Tash më varet me çka. Përmes aktorit ose përmes diçka tjetër, mirë po idetë e mia kom dash me qitë në pa që njerëzit më pa se çysh unë e shoh një problem të tillë me një realizim skenik. Kjo ka qenë ideja jame që unë kom dash më dhon jetës teme dhe punës teme njerëz të marrë me pa. E kështu që jo, nuk e kom menu. Tash puna me aktorin më varet se regjisori çfarë komunikimi ka. Nëse një regjisor është shumë i sigurt në konceptin e vet, për ato se do me realizu në skenë dhe i ka idetë e veta të cilat janë të kapshme për aktorin, ai proces ka me shku shumë mirë dhe shumë lehtë. Mirë po ndodhen edhe na që idetë e regjisorit të aktorit në herë nuk koordinohen me pa neve se çka na ndodh mbrapa skenës, thosh çka po ndodh. Mirë po kur vjen momenti i realizimit aty të na shkon ideja normale e regjisorit. Edhe gjithmonë aktorët besojnë atë idenë tonë dhe që ti ki me realizu për shkak që është një proces i ndam i një realizimit një shfaqjes, janë provat e tavolinës, ku gjithë teksti shpërndahet një farforme, edhe për çdo fjalë, për çdo shkronjë diskutohet, pse po thuhet kështu, pse kena me thonë kështu, pse me këtë tonalitet, pse me këtë ngjyrë të zonit, pse kjo, aktori gjithmonë psejen e ka në gojë, për shkak që me pas sa më të qartë për ato se kur typ në skenë mos me pas dilema brenda vetës vetë, për ato se cilën është ty e plasuar për publik. Po, pra janë ato specifikat që ndoshta edhe energjinë e përcjellin, sepse energjia sidomos vrejet. Si në skenë, si procesi punës që shkon krejt ajo energji bartët. Unë kur diskutoj me aktorët se të na më familiarizohemi edhe jemi me një proces ku jemi afër një tavolinët për bashkët edhe ju thomë që prej shtëpis, kur nisni më bu gati, nisni menoni për procesin që kina me punua. Se lemoj vetëm këtu, po jo, mës i bini energjit, se se cili kemi të mirat e të këshia jashtë një studio, ose jashtë një teatri, mirë, por kur vjen aty, mësë më hajde me ato probleme tjera. Për shkak që qajo energji bartët, unë e shoh që ka njëherë nuk është disponimi i ekipës, nuk e bëj provën vetëm për me bë si provë, se e kena bë provë. Jo, e bëj pauzë, dali, marrim ekipën, e pim një kafe, diskutojmë, e relaksojmë muhabetin, prapë kthehemi tani në prova. Nuk jam aty në regjisorëve që orarin e kemi orar, dihet ajo se gjithmonë e respektojnë, por nëse një proces se na njerëz jemi, nuk kemi të krijuar prej drunit ose pi metalit, si jemi të programuar, kemi ndjesi dhe gjithmonë nuk jemi të njëjtë. Një ditë e kemi më të mirë, një ditë pak të mirë, kështu që hajde diskutojmë bashkë, të kalojmë sfidat, problemet tona të cilat i kemi, vazhdojmë për një idenë të cilën do na më qitë pa. Dhe pikërisht në këtë pjesë, arti ndoshta edhe na ndihmon nëse një lloj forme terapisë që sa herë nuk ndjehemi as shumë, nuk ndjehemi as shumë disponim, nëse ndoshta edhe në shtëpi nëse shohim një film, e largon pak mendjen, nuk e ke atë shumë borë një diçka në kokë sa ke, kur e sheh dhe arkton pak vetën. Po, kjo është e mira për juve, për shkak që nuk e dini se çysh bëhet filmi. E për shembull nuk është kjo një diçka e mirë ndoshta për mua, për shkak që unë kur të filloj me këqyr filmin, nuk e prej kohës që jam regjistruar në akademi, kam përfunduar akademien, ka ndryshuar çështja jam ndaj filmit ose ndaj një shfaqje. Pra është një deformim profesional. Edhe gjithmonë mundona me këqyr se çysh e kanë realizuar, i di ato tmetat e vogla, të cilat kanë regjisorit i ikin, ndoshta do regjisorë të mëdhaj që në Hollywoodit i bëjnë me qëllim për me zhvillu debatana për filmin, pavarësisht mënyra se çysh ata i gjejnë për mu diskutu për filmin, ata qëllimin e kanë mu diskutu për filmin. Mënyrat se çysh janë për ata s'ka rëndësi. Ata me ja rrit mu diskutu për filmin. E kështu që unë i shtrit në divan e shoh, po munona me gjetë edhe ato mbrapa skenat, edhe realizimin, pjesën e famës, diskutimit që
Edhe të na munona me gjithë vetën, diku që nëse unë e kom realizu që to, qysh pas ka mujtë ky me realizu, për shkak që nuk jom i gjithdijshëm, se unë e gaboja, unë jam njeri. Kështu që munona edhe unë me mësu pi gjona cilat i shoh, edhe në tjerë qysh i realizojnë, që në të ardhmen, ndoshta unë në bje dita me bo një diçka të tillë, ose me bo diçka ma mirë, ose mës me bo të paktën një gabim nëse unë e shoh. Unë kom qenë student i profesorit Fadil Hysaj. Edhe diskutoj shumë ligjerata për shfaqje, për filma, edhe ma pa tërhek vrejtjen, pa thënë Astrid. Unë si profesor nuk kom qef ty asnjëherë me të parë ty najt në banesë. Po çdo ku ka filma, ku ka shfaqje, ti më kon prezent aty. S'ka rëndësi a është një shfaqje më pak e mirë apo më shumë e mirë, ti duhesh më kon prezent. Për shkak që ti, nëse shfaqja është shumë e mirë, mësohesh qysh me punu mirë. Po nëse një shfaqje është më pak e mirë, ti mësohesh qysh me punu pak mirë. Kështu që unë e kom qef me ba. Kështu që unë nuk i gjykoj, nuk i paragjykoj shfaqjet punët e kolegëve të mi, jemi krejt shok, edhe unë më na i shfaqje ndoshta s'muj me ja qellu, i kom ide shumë të mira, mirë po kur dalëm s'ken nuk funksionon. Edhe kjo ndodh. Në tavolinë, diskutime, është idea shumë e mirë, edhe kënaqesh ty e diskutu me njerëz, mirë, por kur dalish në realizim, nuk është ajo që ti qysh mundesh me ndje ose me. Kështu që unë se kam kompleks të punë të shfaqjeve me gjyku ose me paragjyku. Edhe me të vërtet ajo ndjesia me shku në teatr dhe me pa një shfaqje është krejt tjetër, se sa tash bëj shumë edhe platformat online ku mundem me shiku filma dhe seriale të ndryshme, pra është një aktivitet tjetër që mundesh me shku me shoqëri, me familje, apo edhe vetë të ke fundet. Është diçka mazike. Po, se teatri, për shembull, me bë një shfaqje në teatr, na i gjirojmë shfaqjet cilat i realizojmë në teatr. Shkak i marrim kujtim, ose ki një projekt, detyrojnë ata me javdëshmu që ti e ki realizu si shfaqje, mirë po ti një shfaqje nuk mundesh me këshyrë në realizim të kamerës me ullë televizor me pa. Nuk është ajo ndjesi. Shfaqja magjia saj është me qenë ti prezent në karrik bashkë me aktorin, me ja pa dhe ndjerësën e fundit atina cilët i pik në drasat e teatrit. Edhe ajo të bën magji, ajo të bën mu shoqënu me personazhin, cilin është ty e pas një problem të caktun e mundohet me bo zgjedhje përmes personazheve të tjerë. Ajo të mishnon me to, me ngjarjen. Dhe ti kur kime dal pi shfaqjes, kime pas një ndjesi shumë të përmbushur brenda vetës, sepse nuk ka shfaqje të realizune nëse një moment caktun ti nuk kime gjetë vetën në diçka. Nështë ta krejt shfaqjen jo, se është e pamundur. Po vjen do momente, një buzëqesje dikujna, një batute, një kapje dore të personazheve ose një relativ të flokëve, ka më të kujtu diçka, ka më të kthy në kohë, ku ti ndoshta e ki pas një moment caktun, dhe ka më të ngjall një farë nostalgjie, cilën ty ka më të bëmë një mirë. Po, me të vërtet më kujtohet edhe vitin e kaluar kur e kemi përcjellë festivalin. Me të vërtet edhe udhtimi, pra një rrugë prej Prishtinës, Suarek, e gjetëm teatrin, me zispritni me a fillu shfaqja, vendosja e kamezës, kështu krejt ato, punë tona gazetarisë normal, por i pashëm edhe fëmijët vogël, veshën, ndoshta pak më të ndaj, moshave të ndryshme, me të vërtet interesuam për marrë, dhe po besoj që tashmë edhe edicionin e 7, mezi po e presin, duke marrë parasysh që edhe teatri tashmë është hapësira mjaftueshme dhe me të vërtet e mjaftueshme për gjithë ata persona që duan më ardhë me po foto të ndryshme. Po kjo është e bukra e gjithë kësaj, sepse ti je nisë për Prishtinës a ki pas temë diskutimi teatri. Me kolegun tonë, me kolegën, me konë kjo ardhë, e ki pas temë 1 orë e gjysë do shta kim rrinje, ose 1 orë, ma shumë jo, edhe mirë po gjithë kjo kohë ka përcjellë, edhe mrapa mësi ka përfundu shfaqet, ti prapë ki diskutu për teatrin, për mënyrën se që keni realizu, mënyrën e intervistav, gjana krye, e kështu që ka qenë një javë e jotja që ti e ki përjetu e ki diskutu tema teatrit. Si në familjet kanë pyet, si ki kalu, ti ki fol për teatrin. Është kjo shumë e mirë për shoqërinë tonë me fol për teatrin dhe për vlerat artistike, sepse sa më marrë me tema që nuk ja vlen ndoshta mi diskutu në familje tonë. Kjo shumë edhe në shkollë, që zakonisht edhe fëmijët në shkollë fillore gjithmonë e kanë një pjesë
gjatë muaje, gjatë sa muajve varësisht si është kurrikula, me shku me pa një shfaqje në teatr, të në Prishtinë e kemi kështu tradicional teatrin Dodona, ku gjithmonë kemi shku dhe e kemi pa. Po, kjo teatri Dodona ka gjithmonë shfaqje për fëmijë, edhe majnë shumë mirë funksionin e teatrit. Mirë, po kjo është, me të drejtën, një emet shkolla, për shkak që unë gjithmonë e kam diskutu këto se sfutet lënda e artit në për shkolla. Për shkak që unë fëmijët e vllavit i kam jetojnë jashtë dhe ata ka pasur raste kur më ka thirrë dhe vajza e vllavit më ka thonë gjagje, e kam një provim, e kam me temën e teatrit, çysh ka nis teatri, funksionalizimi, ndamja skena, i kanë pasur për shkolla. Edhe ata çdo të premte kanë obligative për shkollës me shku me pa teatrin. Dhe nëse nuk shohin një shfaqje, ata kanë me shku me marrë lëndën e teatrit në teatr, me pa teatrin, me pa karrikat, ai edukohet çysh kur është fëmijë. Ja din vlerat e artit, e din çysh marrën teatr. Se nuk shkohet në teatr si me dalë me pi kafe. Apo ka një vlerë artistike, se ti shkon në teatr, është institucion, është fest që po ndodh një diçka. Apo kjo e Dodonës është fatmirësisht familjet, prindit që kujdesen për fëmijët e tyre, dojnë mi avancue me jetën e tyre, me pa vlerat e artit artistike të realizuar në përshfaqje për fëmijë. Mirë, po jo mënyrë institucionale, me pas obligim fëmija në shkollë, me pas lëndën e artit dramatik. E kështu që kjo kishë qenë shumë e mirë edhe për artista, kishë qenë shumë e mirë se kishin hije, kishin ligjeru për lëndën e artit. Ishin punësu njerëz, arti kishë pas një koncept tjetër, aty ishin zbulu talentat e ri, kishë pa arsimtari ose profesori, njerëz të cilët janë dhënën mas artit, ja kishin pa qysh në femini talentin e tyne dhe e kishin pas më atlet me rrugtue, me definu ka po do njetën ai me pas nesët më let për vendimet e ti. Arti nuk do të ishte si një rrugë kështu profesionale, karrierës, pak më skeptipet, që marrin me skepticizëm pra atë drejtimin, sepse do të shumë punë për me qenë goxha i angazhuar dhe nuk kemi kështu një orar. Prandaj edhe pak tashmë po besoj që po e shohim që po ka më shumë po vlerësohet arti, por tek pjesa institucionale, tek mbështetja, kjo do duhet të rritet. Po, edhe jo do të rritet, mirë, po se arti gjithmonë ka nevojë për rritje dhe mbështetje, si financiare, si morale, si shoqënore, si gjithçka. Nuk është mbi gjitha një jetë parë ose. Mirë, po pa to, na nuk po mujmë realizu projektet tona, cilat po na kushtojnë. Mirë, po mbi gjitha kur pikemi mbështetjen e publikut, dhe njerëzve që po na qëndrojnë afër, edhe shumë gjëra të na, edhe pse pikina me vështirësi, edhe ai mundimi jon i brendshëm, ajo diskutimin me rrethin tonë në vështërsitë, gjitha po na harrohen dhe po na kalojmë në një sferë tjetër. Tash që përmendet për fëmijë, s'ka një kohë shumë të shkurt, dolëm pi teatrit në Soarek, përderisa po jo më angazhuar atje dhe po duna me përmend. Edhe më nalën një dy fëmijë, dolën pi shkollës. Përshëndetje, më fal, e kur kam u majt ai festivali që na jena kon vitin e kaluar, kjo nuk ka kënaqësi më të madhe se ty një fëmijë më dalë dhe më të vetë për një program i caktuar. Nuk ka. Kjo të përmbush, kjo të jep jetë. Më të vërtet, po besoj që me zis përpresim edhe ne personalisht të doon, sepse më të vërtet ka qenë shumë artuz dhe një ndrym, tek e fundi një ndrym rutine, sepse gjithmonë po kemi ngjarje të ndryshme për cilë tashmë po e shohim nga ana politike, po jemi në gazetar të goxhat në zonë, kështu që kur po na vjen me raportu për pjesën e kulturës, për pjesën e artit, pjesën e muzikës, po qetësohemi. Po, një farë relaksi pi asaj ngarkesë. Po kjo është e bukur e artit që njerëzit në varet që shohin, që e perceptojnë dhe që dojnë me pa. Kjo është e mira asaj që ti krejt është arti, unë thëmë, është ka një herë edhe shije. Varet se ti qysh e ki atë shijen tonë dhe ato se qysh dojnë me pa. Na jemi të njëjtin vend, të njëjtin hapësirë, të njëjtën kohë, edhe unë jem të pa diçka tjetër, ti je të pa diçka tjetër. Dhe arti ka këtë sen.
vjen me parë një shfaqje, mirë po unë marr diçka tjetër për asaj shfaqje, ti marr diçka tjetër, ai që është i dhënën mas ndriçimit e sheh dritat, mënyrën e realizimit, ai që e don kostumografin, e sheh që çysh aktorët janë vesh, çysh janë bë kostumet, ai që e don grimin, e sheh çysh janë bë aktorët me grime, apo secili e ka shijen e vetë, dhe atë ndjesinë e vetë, që ka do me marrë për një projekti të caktuar. Në fakt, këto elemente janë ato që e plotësojnë. Që e plotësojnë një shfaqje komplet. Në ato detaje që dikush mund të mi vret, dhe aty fillon edhe diskutimin mbi shfaqjen, sepse e vrejmë kështu pjesë të vogla që ndoshta edhe një regjisor mund t'i lë me qëllim që me nënkuptu diçka tjetër. Po, gjithmonë regjisorët, ka disa regjisorë që kanë dëshirë me identifiku veten në paraqitjen e parë të hapjes të perdëve të teatrit, ti mundesh me kuptu se kush është regjisori. Pavarësisht që ti merresh informacione dhe shkosh me informacionet mjaftueshme për kush e ka bërë regjin, ose kush janë aktorët, se lexosh një broshurë ose një poster që e kanë postu, mirë po mënyrën se çysh ai e realizon shfaqjen dhe renditjen të cilën ai e bën, me pak elemente të caktuara, ai e identifikon veten edhe man gjatë jetës atë mënyrë të realizimit. Unë nuk e kam atë rrugtim, nuk e mendoj se çdo shfaqje kam qef me pas diçka që i përket shfaqjes, jo që i përket mu, shkak që unë shfaqje nuk e realizoj për veten ta. Po për publikun. Unë e realizoj për publikun edhe kam qef se çdo sen më dhon për publikun. Pa rëndësi që ai identifikona unë ajo se unë në fund kam me dalë, kam u përshëndet, edhe ata njerëz që kanë ardhur me pa, ata kanë me lexuar emrin tim që Astrid Byty që ka bërë regjinë të kësaj shfaqje. Po. Tashmë po e shohim që festivali i teatrove është afër dhe me zës po e presim, si fillon mund dhe koha, kemi kështu paralajmërimin se çka do të ndodhë dhe tashmë jo përmendet që sa përfundon, për shembull edicioni, mendohet me një për edicionin tjetër dhe a ke ndonjë detaj të cilin do të na zbulosh sot, çka na pret për edicionin e 7 të festivalive teatrove në Sarik? Realisht na tash jemi vetëm në përfundim të përzgjedhjeve të shfaqjes. Na e kemi publikuar datat e festivalit, që ka më majt, është data me 9 edhe deri me 13 shtator. Për shkak që edhe çat kohë po mohon edhe festivalet tjera, teatrët tjera në Ferizaje ka para neve, edhe tash fillon edhe në Prizren një festivali teatrit, edhe kështu që koordinomi mes vete, se na nifmi, nuk kemi dëshirë që të njëjtat data me pas edhe në Suarejk, për shembull, një festival teatrit, edhe me pas Prizreni ose me pas Ferizaj, për shkak që mos të kufizohemi, t'ja japim lirinë të njerëzve që në të shohin edhe në Prishtinë, edhe në Ferizaj, edhe në Gjilan, edhe në Mitrovic, edhe në Suarejk, edhe çdo ku. Kështu që e mira është për neve, e përmendam duke të më herët, për shkak që na tash nuk kemi të kufizuar për përzgjedhjet të shfaqjeve. E para, se ka qenë një mundim për neve. E dyta është që të është na jemi në proces të përzgjedhjes shfaqjeve, dhe fatmirësisht gjitha ftesat që po i bëjmë, po e mirëpresim për shkak që u fol shumë për organizimin, për mënyrën e realizimit se ne kena majt festivalin, edhe pe mirëpresin njerëz shumë përzemërsisht ftesën të cilën jemi ty e bë. Edhe detaje tjera të presim kur ti publikojmë agjendat e festivalit, për shkak që ala nuk kemi të definun e mos t'jap diçka që na ala nuk i kemi vendos me qitë në përbrëshura ose me postuar. Por duket se energjia është pozitive dhe do të na pret diçka shumë interesante. Po, gjithmonë, kjo është të thash që na e kemi synim mikpritjen e njerëzve, mbi gjitha të artista, për shkak që festivalet bënë për publikun, po edhe për artista që njerëzve ja ofru sa më afër, artistat të cilën ndoshta i kanë pa vetëm nëpër televizione, e që ka pasë ëndër dhe me pa live, me bë një fotografi, e na ja japëm këtë mundësi që se kanë ardhur artistat anë mban ku folet shqip në teatr, edhe kanë pasë rastin publiku mi takue, me fol me ta, dhe na mi respektu ata artista që vinë, të paktën na si artista, mi bo ata mu një artist vërtet, për shkak që këtë trajtim nuk po na bëhet shumë shpesh, kështu që na kemi prioritet që një artist në të vjen festival ta nderojmë, ta respektojmë, ne ta nin vlerën
e vetë në të njëjtë i vlerësuar që është në pjesë të festivalit. Atë shpresojmë që edhe institucionet tona të gjithmonë të rritet mbështetja për artin, në përgjithësi, pra, tek filmat, tek shfaqjet, po ashtu edhe tek muzikantët e ri, artistat e ri, aktorët e ri, cilët me të vërtetë po na zbardhin fytyrën në një mënyrë në të gjitha sferat ndërkombëtare. Nuk po du me diskutu çështjen e mbështetjes, për shkak që na gjithmonë kemi nevojë, mirë po nuk po du me dalë që na mu anku ose me kërku një farë forme se ka njëherë po na gërditet edhe vetja të diskutu këtë temën e mbështetjes edhe të kërku për njerëzve për më na mbështet. Na jemi të organizu festivalin, na jemi të bu për publikun, na jemi të afru qytetit një frym, një javë më ndryshe gjatë ton vitin që cilën ata e jetojnë. Kështu që na jemi të hapun, hajdini, diskutojmë, bashkëpunojmë, energjia jonë është për publikun, për njerëz, për familjarë cilën jetojnë, sidomos në Suarek ose jashtë Suarekës ose pikëdush, na nuk jemi të bo për vetën tonë. Na jemi të bo, të mlag artista, të bo organizimin, të ilon ndoshta familjet tona anash, e të marrë me një punë të cilën po dojna me bo për publikun. Kështu që na jemi të hapun si për mbështetje, si për gjithë shka, na jemi të punu. Na s'kena më nalë, na kena me vazhdu me këtë energji, na një festivalin kena me majtë, me vështërsi, pa vështërsi, na kena me realizu, ndoshta me financim të familjarëve, mirë por na kena me dalë që festivalin me shty çdo vit mirë e ma mirë e me shty përpara për publikun tonë. Atë rastret, ne sigurisht do të shihemi në shtator të festivali, po besoj për po ashtu edhe pse ju janë në studio. Faleminderit shumë që ishe sot dhe e diskutuam po ashtu edhe rrugtimin tonë artistik me pritat të sfidat dhe momentet më të bukura që i ke pas. Edhe faleminderit edhe juve për hapësirën, për mënyrën e komunikimit, për bisedës, po du mi përshëndet gjithë kamermanat që janë atje, sidomos gëzimin, edhe ata që janë montazh për qasjen, për mënyrën se që shkina diskutu. Faleminderit shumë. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mas haron riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 çdo pasdite e dojnë takim në radhës, mirupafshim.